Jemi këtu përballë do mblidhet Këshilli për mandatet dhe nuk lënë që në Këshillin e mandateve të hynë deputet, përveç deputetëve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike. Ky është një skandal i vërtet. Unë jam antar i Partisë Mundësia. Çfarë ç'a bëjnë? Taulanti mund të hyjë, unë nuk mund të hyj. Taulanti mund të vjetë ndjeni me provat dhe kërkesën e prokurorisë, kurse unë nuk mundem. Unë si deputet i Parlamentit nuk mund të di dhe duhet votoj pa ditur për heqjen e Belinda Ballukut. Ky është skandali që ndodh në Parlamentin e Shqipërisë, ku praktikisht partitë parlamentare nuk kanë të drejtë të informojnë, nuk mund të marrin pjesë. Shikojeni, kanë vënë këtu gardistët, ndërkohë kanë bërë kërkesë, kemi bërë kërkesë bashkë me deputetin Kapri për të marrë pjesë. Kërkesa duhet të votohet, duhet të shqyrtohet para se të fillojë mbledhja, por nuk duan t'ia dinë, sepse kanë nevojë të mbajnë fshehur gjithçka dhe të nxjerrin vetëm çfarë duan ata. Ne do vazhdojmë këtu të mbulim këmbë, sepse kjo është një e drejtë që është e parashikuar nga rregulloria. Mbyllën dhe derën tani, po ne nuk ndajemi, do rim këtu. Vazhdojnë tentativat për të shpëtuar Belinda Ballukun, sepse me fjalë janë me drejtësinë, por me vepra janë me të korruptuarit. Mbrojnë të korruptuarit. Nuk ka mbetur më ministër, drejtor. Vedita? Po hynë edhe prokurorët, por deputeti i Partisë Mundësia nuk mund të hyjë sipas tyre. Do ta mbajnë sekret. PSD kanë vendosur ta mbajnë sekret. Por nuk dorëzohemi, do rim këtu. Skandal i vërtet, është një skandal i vërtet. Imagjinoni, 2 deputet të Partisë Mundësia nuk na lejohet. Rregulloria parashikon, nuk e din ata, ata kanë marrë urdhër, nuk mund të kanë marrë urdhër nga Edi Rama, nga kryetari i Parlamentit që mos na nëntym. Skandal, pa u marrë asnjë vendim, thjesht vendosim që ne mos hyjmë. Çmenduri e vërtet. Duhet ta mbyllim me njëri tjetrin. Ja urdhri skandaloz i Peleshit. Ja, është antare, se kjo mund të hyjë se s'ka nevojë, s'ka asnjë sekret. Shikon. A nuk është fare, do hyjë. I antare. Nuk të lënë, është e pamundur. Është çmenduri. Nga çfarë kanë frikë? Nga çfarë tremben? Tremben sepse mund të flasim, mund të themi të vërtetën. Mund të themi atë që nuk thonë. Çmenduri. Presin vi kryetari. Pavarësisht se kryetari vendimin e ka marrë. Kjo është një tregues i qartë se çfarë duan të bëjnë. Është e qartë që duan ta mbyllin, duan të mbrojnë Belinda Ballukun. Në fakt, mbrojtja është për Edi Ramën, se Belinda Balluku ka ikur. Nuk ka asnjë shans që të shpëtojë, por mbrojtja është për Edi Ramën. Imagjinoni, për të drejtat më elementare duhet të luftojmë, duhet të përplasemi. Asnjë gjë nuk zbatohet ashtu siç duhet, siç e parashikon rregulloria. Nuk kërkojmë ndonjë gjë të madhe, kërkojmë të drejtën tonë për të qenë prezent. E drejta e Partisë Mundësia për të qenë prezent
në mbledhjen e këshillit që do vendosi fatin e Belinda Ballukut. Asgjë më shumë se kaq. Shumë e thjeshtë. Por është e tepërt, dhe kjo është e tepërt. Dhe për këtë do të luftojmë. Do të rrim këtu të ngulim këmbë. Ne do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Ndërkohë, të dashur qytetar, ju ftojmë jashtë kryesisë së kuvendit në blok, ndërkohë Partia Mundësia po bën një protestë. Ju ftojmë të gjithë dhe të na bashkoheni. Të na bashkoheni të protestojmë të gjithë kundër vjedhjeve, kundër korrupsionit, kundër kapjes së shtetit, kundër tentativës për të kapur drejtësinë. Të gjithë bashkë duhet të luftojmë. Duhet të luftojmë. Asnjë gjë nuk vjen pa luftë, pa mundim, pa u përplasur. Duhet të jemi të gjithë aty. E di shumë mirë që pjesa më e madhe për jush kanë punë të tjera. E di shumë mirë që mund të keni humbur besimin tek politika, por nuk ka zgjidhje tjetër. Po i lam, do vazhdojnë të vjedhin. Po nuk protestuam, do vazhdojnë të vjedhin. Do vazhdojnë të abuzojnë. E dëgjoni çfarë thotë Edi Rama, kemi marrë 83 mandate. 83 mandate do i përdorim për të mbrojtur të korruptuarit, për të mbrojtur Belinda Ballukun, për të mbrojtur Edi Ramën, për të mbrojtur Akshin. Asnjë nga ata nuk jep dorëheqje. Nuk jep dorëheqje, s'kam se t'japin dorëheqje. Sepse kanë gjithçka. Kanë 83 mandate, kanë marrë 83 mandate për të vjedhur. Dhe do vazhdojnë të vjedhin. Ndërkohë presim të vi kryetari, çka do të dëgjojmë nga goja e tij se si do na i moj të drejtën për të qenë pjesë e këtij këshilli. Skandal, thjesht duam të marrim pjesë. Jemi këtu me Ral Kaprin, me deputetin Kapri. Dhe nuk na nëntojmë. Çfarë të bëjmë tani? Do luftojmë. Apo jo? Ë? Jo, ju s'keni çfarë të bëni. Ju do luftoni ne. Se ju jeni me ata. Ju nuk u bëjmë faj, jo. Ju s'keni faj. Sinqerisht e them, nuk keni faj. Ju me një urdhra. Dhe të urdhra do t'i zbatoni. Presim kryetarin ndërkohë. Që të vi, e na shpjegoj se si ishte mundur që nuk ka dhënë urdhër gardës, mos na lejoj ne si deputet që të marrim pjesë në këshillin për heqjen e mandatit, për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Kjo është shmenduria. Do luftojmë, do vazhdojmë, do luftojmë. Ndërkohë, kryetari nuk duket. Presim kryetarin. Këta e kanë marrë vendimin, Edi Rama e ka paralajmëruar që do i dalin në mbrojtje Belinda Ballukut. Sulmet vazhdojnë. Erdhi kryetari. S'po vjen kryetari. Do vi kryetari, s'ka çfarë të bëj. Nga dritarja nuk hyn dot. Këtu do ta presim. I kemi dërguar një shkresë kryetarit të kuvendit. I kemi dërguar një shkresë ku i kërkojmë që minimalisht kërkesa jon për të marrë pjesë në këshill të merret parasysh. Erdhi kryetari. Zoti kryetar. Ju kemi dorëzuar një kërkesë, zoti kryetar. I keni dhënë urdhër mos na lejojnë të hyjmë. Ju kemi dërguar një shkresë. Jepni përgjigje. Si do vendoset? Po ne pse s'do të jemi, pse mund të parashtrojmë? Minuta. Pse nuk mund të parashtrojmë? Pse më shtyni? Skandal. Pse më shtyni? Pse më shtyni? Preka kryetarin. Është i paprekshëm kryetari. Me nga dalë, ma qa bëni? Shmënduri. Me dhunë, ha? Kemi bërë një kërkesë, kemi të drejtë të parashtrojmë kërkesën brenda këtij këshilli. E kemi paraqitur kërkesën, ha? Dhe këshilli do të nisi në fillim me dyert të hapura derisa të shprehet. Por ende na mbajnë jashtë. Ndërkohë që është drejta jonë të jemi brenda, e të mësojmë ç'a bëhet. Por është plan për ta mbajtur të fshehur mbledhjen. Vazhdon avazi PSPD. Asnjë tjetër nuk duhet ju prishi planet. Pazaret, vazhdon avazi.
Vazhdon avazi PSPD. Vazhdon avazi PSPD. Vazhdon avazi. Vazhdon pazari. PSPD. PSPD. Vazhdon avazi. Pazari PSPD. Edhe në një moment kaq të rëndësishëm, siç është heqja e imunitetit të Belinda Ballukut. Vazhdon pazari. Të lutem, unë ish informosh se po diskutohet kërkesa jonë për çon pjesë mbledhje. E ka kyçur gojën dhe ajo shkreta, ç'a do bëj? Ç'a do bëj? E kanë kyçur gjithë. E vepretani siku. E kanë kyçur. Me dyert të mbyllura që në fillim askush nuk duhet të marrë vesh asnjë gjë. Duhet ta mbyllim brenda. Me njëri tjetrin, duhet ta mbyllim brenda. Censur totale, censur për mediat, censur për partitë e tjera opozitare, censur për të gjithë. Duhet ta mbyllin me njëri tjetrin. Duhet vendosin ata çfarë do thuhet, çfarë duhet dalë, çfarë s'duhet dalë. Censur, skandal i vërtet. Censur. Kjo është Shqipëria. Ndërkohë janë kyçur brenda dhe fshihen. Vazhdojnë të qëndrojnë brenda. Se çak problemi ka. Po na ndiqni aty, ë? Shumë mirë, ndiqni. Mirë bëni që ndiqni, se s'ka, vetëm tu s'ka askush nuk mund të raportoj se çfarë po ndodh, të paktën ne jemi këtu. Çmenduri. Ndërkohë vazhdojnë. S'dim se qa vendime shmeren. Ja do të trokasin me një herë. Një trokitje do bëj. Një trokitje mos e ata din që jemi ne. Do trokasin të kuptojnë që kemi një kërkesë që kemi bërë. Po trokitje mos nuk ka shqyrterë, trokitje. Janë kyçur brenda, vetëm ata duhet të dinë se çfarë bëhet. Vetëm ata. Gjithë tjerët janë të përjashtuar. Të gjithë të tjerët janë të përjashtuar. Vetëm ata, si gjithmonë, mbyllen brenda dhe vendosin vetë, apo jo? Të shpëtoj, Nuk filmova, po se filmoj. Vetëm ata janë aty, është e drejtë, kjo është çmenduri. Është vërtet një çmenduri. Deputet të Parlamentit të Shqipërisë nuk kanë të drejtë të hyjnë brenda. Përfaqësues të partisë opozitare, jemi një parti opozitare. Nuk jemi as me Partinë Socialiste, as me Partinë Demokratike. Kemi të drejtë të dimë, të shohim provat, të dëgjojmë prokurorët, për të vendosur në lidhje me heqjen e mandatit. Por jo, na mohet. Kjo është çmenduria. Se me sa duket janë trembur nga drejtësia më në fund. Atëre, sa po informohemi nga brenda, është kërkuar që ne të jemi prezent dhe kryetari i kuvendit nuk po e ve as në votim kërkesë minimale që deputetët të jenë brenda në mbledhjen e Këshillit. Kemi bërë kërkesë zyrtare. Kemi bërë kërkesë zyrtare që të jemi pjesë e mbledhjes, sepse çdo deputeti i lejohet me kushtetutë dhe rregullore që mund të shkojë në çdo mbledhje Këshilli apo komisioni, seancë e gjithçka tjetër. Edhe pse e kujtuam me një shkresë të gjë të tillë, ne po mbajmë këtu te dera. Ndërkohë që mbledhja duhet të niste me dyert të hapura. Pra, ende Këshilli nuk po shprehet me një vendim. Edhe pse ka votë të barabartë, deputetët e opozitës kanë kërkuar që ne të jemi prezent, kryetari i kuvendit nuk po shprehet akoma, sepse nuk na duhan brenda. Ndërkohë që mbledhja në fillim duhet ishte e hapur. Dhe pasaj e vendos Këshilli më vonë nëse është e nevojshme të bëhet me dyert të mbyllura. Por prezenca jonë aty është detyrim kushtetues. A do votojmë ne nesër në seancë? Ne nuk dim çfarë bëhet. Duhet dim. Ndërkohë që mbahet e mbyllur mbledhja. Duhet ishte e hapur, minimalisht seanca e parë, duhet ishte e hapur për të gjithë njerëzit, për gjithë publikun, për gjithë shqiptarët,
se çfarë ka kërkuar prokuroria në thelb. Sepse prokuroria ka nisur një material për kuvendin, në të cilin ne duhet të vijemi dieni. Dhe sot po mbahemi jashtë. Tani cili është preteksti, se ka një pyetje, cili është preteksti që po përdorin për ta mbajtur jashtë? Është shumë i thjeshtë, nga që ka ardhur një kërkesë ton nga prokuroria që të bëhet me dyrë të mbyllura, dhe këta, me që thonë është me dyrë të mbyllura, po me dyrë të mbyllura nuk është për deputetët, me dyrë të mbyllura është për mediat, se atëherë maggioranca mund të thotë nga që na kanë kërkuar me dyrë të mbyllura, dhe nga që sipas tyre opozita është e papërgjegjshme dhe nxjerr sekretet hetimore, ne po e bëjmë vetëm atëherë. Le ta bëj vetë kryetari i kuvendit me Taulan Ballën dhe me Edi Ramën. Le të marrin dhe Belinda Ballukun, janë që janë. Ta bëjnë me njëri tjetrin, gjithmonë duke u nisur nga preteksti që është kërkuar me dyrë të mbyllura. Me dyrë të mbyllura është kërkuar për mediat, jo për deputetët. Deputetët duhet votojnë në seancë plenare nëse do heqin apo jo imunitetin e Belinda Ballukut. Dhe nëse duhet të marrin të vendim, duhet të dinë provat, duhet të dëgjojnë prokurorët. Dokumentat që kanë ardhur në parlament nga prokurorët janë drejtuar deputetëve, jo kryetarit. Janë dokumenta dhe prova për deputetët, për secilin prej deputetëve. Dhe partitë ftohen që të vinë, të kenë nga një përfaqësues dhe informojnë kolegët e tyre. Por ne nuk jemi me asnjë nga partitë e tjera dhe nuk mund të votojmë në bazë të një raporti apo të thashethemeve që mund të dalin nga ky komision, në fakt nga ky këshill. Kjo është ajo që po ndodh. Futu me dhun, thot Aleko. Me dhun, këta 4 janë këtu, një 10 tjerë janë nder. Kështu që ne shohim pak të vështirë. Qeshin oficerët e gardës normale me drejt, se kjo është punë e tyre, po këta s'kan faj, qartësisht. Bëjnë i thirrje popullit. Po bëhet protesta poshtë. Jashtë kryesisë së kuvendit në blok, po bëhet një protestë e Partisë Mundësia. Ju ftojmë që të vini, ju ftojmë të na bashkoheni këtu. Ne do vazhdojmë, do protestojmë. Janë duke shpëtuar Belinda Ballukun. Janë duke shpëtuar Belinda Ballukun këtu brenda. Prandaj e kanë kyçur derën, prandaj nuk duan që të merret vesh asnjë gjë. Ky është skandali. Ky është skandali, asnjë nuk do të marrë vesh asgjë. Duhet ta mbyllim me njëri tjetrin. Por u ka ardhur fundi. Nuk e kuptojnë që nuk ka më vend ku të fshihen. Fshihen këtu brenda tani, por nuk shpëtojnë dot. Belinda Balluku ka ikur. Belinda Balluku e ka vendin para drejtësisë. Po kërkohet, prokurorët po kërkojnë arrestimin e Belinda Ballukut. Ka marrë fund. Nuk e mbrojnë dot Belinda Ballukun, por në fakt ta nuk mbrojnë dot as Edi Ramën, jo vetëm Belinda Ballukun. Mendojnë se do shpëtojnë, por nuk shpëtojnë, sepse vendimi për ta nuk është marrë këtu, është marrë në Perëndim. U ka ikur, mbaruan, duhet të gjejnë vend ku të futen, dhe këtu nuk shpëtojnë dot. Po mundohen, është çështje kohe. Vendimi për ta dhe për të gjithë vendet e korruptuara në Europë, në lindje sidomos, u pa si përfunduan kolegët e Edi Ramës, edhe ata ishin po aq të pushtetshëm si Edi Rama, mendonin se ishin të paprekshëm, por përfunduan në burgje, përfunduan para drejtësisë, ka ndodhur në Rumani, në Bullgari, në Kroaci, në Zlloveni, ka ndodhur kudo, vetëm Edi Rama ka mbetur në krye. Është kryeministri i korruptuar i fundit që ka mbetur në detyrë, mendon se do t'ja dali, nuk ka për t'ja dalë, nuk e mbron dot, askush nuk e mbron dot. E pat se çfarë po ndodh. Sa herë që Spaku bën detyrën dhe i nxjerr para drejtësisë, Edi Rama reagon, fillon e sulmon, i shan, i tall, i denigron, i kërcënon, por prap nuk ndryshon asgjë. Nuk ndryshon asgjë. Sepse vendimi është marrë, nuk kanë më nga t'ja mbajnë. Thjesht këto janë tentativat e fundit për shpëtuar. Po, atëre edhe në respekt të gjithë njerëzve që po protestojnë, unë po shkoj poshtë tek protesta, se po presin njerëzit atje dhe po flasin aktivistë dhe qytetarë, dërgoj që Agroni do vazhdoj këtu të bëj përpjekjen, ndërsa po presim që të merret vendimi. Edhe unë jitem lart. Okay. Presim vendimin e Këshillit, nuk e dim në ç'pik është, nuk e dim sepse qartësisht e mbajmë fshehur gjithçka.
Kemi bërë një kërkesë. Kemi bërë një kërkesë për të marrë pjesë. Mund të dim në çfarë pikë është kërkesa jonë? Nuk keni asnjë përgjigje. Askush nuk jep informacione. Ne dolem jashtë. Urdhë? Asnjë nuk jep informacione. Vazhdojmë që qëndrojmë këtu. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu, nuk ikim. Akoma diktaturë kemi, po, në fakt, mentor, diktaturë është. Regjim, mbyllen brenda se kanë frikë, se mos del një informacion, mbyllen brenda. E morëm mendimin me sa duket, do ta bëjmë bashkë, fshehur, gjithçka fshehur, pa transparencë. Gjithçka fshehur, pa transparencë. Pa transparencë. Që të rëkazë në sahabin. E fillon? O sekret. Urdhë? O sekret. Pa sekret, sa të vinë tani? Fshehur, mbajmë fshehur. Sekret thot. Nuk dihet se çfarë po ndodh, po një gjë është e sigurt. Po e mbyllim me njëri tjetrin. Fshehurazi, si zakonisht. Si zakonisht. Çmenduri. Çmenduri. Edhe një herë për ata që na janë bashkuar dhe që po më ndjekin, këtu në këtë sallë është mbledhur Këshilli i Mandateve. Çdo deputet i Republikës Shqipërisë ka të drejtë, pavarësisht se nuk është antar. U vendos kërkesa? U votua për kërkesën që bëm? Ju jeni? Jeni jashtë? Ku jeni jashtë? Jeni jashtë tani? Asnjë nuk jep asnjë përgjigje. Ky është atëherë, Këshilli për Mandatet është mbledhur sepse kanë ardhur prokurorët që kanë kërkuar arrestin e Belinda Ballukut. Këshilli është përbërë nga antar të përhershëm, antar zëvendësues, por rregullorja parashikon që çdo deputet i Republikës së Shqipërisë, ja se doli, mund të dim nëse kërkesa ime është Akoma se nuk ka filluar procesi. Nuk ka filluar. Akoma s'është votuar nëse mund të marr pjesë apo jo. Faleminderit. S'pas ka filluar, ka akoma shpresa. Do votohet, e keni Do vendosi vetë Këshilli, nuk do e di nëse e kuptova, po do voto, po si do vendosi Këshilli nëse nuk voton me votë? Po do vendosi. Presim të votohet kërkesa jon për të marrë pjesë. Atëherë, po shpjegoja që ky është, këtu po mblidhet Këshilli për mandatet dhe për imunitetin. Spaku ka sjell kërkesën për arrestimin e Belinda Ballukut. Në këtë këshill mund të marrin pjesë antarët e përhershëm, antarët zëvendësues dhe çdo deputet i Parlamentit të Shqipërisë. Çfarë kanë bërë? Janë mbyllur brenda dhe nuk më lejojnë mua si përfaqësues i Partisë Mundësia të marr pjesë. Është një drejtë e parashikuar nga rregulloria dhe nga kushtetuta. Çdo deputet duhet vihet në dijeni nga prokurorët me kërkesën e tyre dhe me provat që ata sjellin, në mënyrë që të jetë i informuar para se të marrë vendimin kur në seancën plenare të votohet heqja e mandatit të një deputeti, në rastin konkret të deputetes Belinda Balluku. Kjo është një shkelje qartësisht e rregullores. Pse e bëjnë? E bëjnë sepse nuk duan të bëjnë transparencë. Nuk duan që deputetët e partive të tjera opozitare të marrin vesh kërkesën, të marrin informacione në lidhje me provat e mbledhura dhe sa e rëndë është përfshirja e Belinda Ballukut në aferat korruptive. Është thjesht kërkesë për censur. Duan të censurojnë.
qartësisht po bëhet pa media, sepse kanë justifikimin që prokurorët kanë kërkuar që të bëhet me dyert të mbyllura, por është gjithmonë kur prokuroria bën një kërkesë për heqje mandati, kjo ka ndodhur, njëjta gjë ka ndodhur me gjitha kërkesat e tjera që kanë ardhur në këtë parlament, edhe me Sajmir Tahirin, erdhi kërkesa që të mbledhja të bëj me dyert të mbyllura, por nuk u mor parasysh, kurse këtë radhë u mor parasysh. Pse? Sepse këtë radhë është i përfshirë vetë Edi Rama. Nëse e keni parë, në përgjimet që kanë nxjerrë Spaku që përfshin dhe shpjegojnë se si Belinda Balluku ka abuzuar me fondet, si ka vjedhur paratë e shqiptarëve, përmendet Edi Rama. Qartësisht Belinda Balluku i thot Berberit, e more vesh ç'a është ky se thot që e ka mbyllur me Edi Ramën për një tender. Dhe Berberi i thot, ishte një tender i madh, e ndam në disa tendera që të merrnin të gjithë. Edhe i thot Belinda, po unë si nuk e dija, pse s'më keni thënë dhe mua për të gjë, po më marr vesh nga ai i cili më thot që e ka mbyllur me Edi Ramën. Thotë, po kështu më thanë të bëja dhe kështu bëra, thot Berberi. Edi Rama është totalisht i përfshirë. Tendrat nuk i ka shpërndar Belinda Balluku me kokën e saj, nuk i ka shpërndar Berberi me kokën e tij, por i ka fituesit, i ka vendosur Edi Rama, i ka vendosur te grupi i tij. Dhe kjo është arsyeja pse e bëjnë me dyert të mbyllura, sepse nuk duajnë që këto të merren vesh. Duhet ta mbyllim me njëri tjetrin. Praktikisht hetimet e Spakut porrëzojnë sistemin korruptiv të Edi Ramës. Sistemin korruptiv të Edi Ramës, në fakt nuk ka prekur vetëm majorancën, por ka prekur të gjithë shtetin, të gjithë, pa përjashtim, përfshi këtu dhe opozitën. Ka ndalë në përpërgjime të gjithë. Është momenti për të bërë transparencë, është momenti për të treguar shqiptarëve të vërtetën. Këta janë të trembur sepse po bie gjithçka, po bie sistemi i tyre i bazuar mbi korrupsionin, i bazuar mbi blerjen e mediave, i bazuar edhe mbi kompromentimin edhe të një pjese të opozitës, po bie gjithçka. Dhe prandaj kanë nevojë të fshehin, kanë nevojë që mos të merret vesh, kanë nevojë të mbyllen aty me dyert të mbyllura. Kjo është ajo që po bëjnë. Ky është skandali që po ndodh. Jemi këtu me protestuesit e Partisë Mundësia, janë jashtë kryesisë së kuvendit, ju ftojmë të gjithëve të vini, të protestoni, të kërkojmë së bashku largimin e kësaj kaste të korruptuar. Kanë kapur Shqipërinë. Imagjinoni, prokuroria ka hapur një çështje tjetër, ka arrestuar të gjithë, pothuajse një pjesë të mirë të drejtuesve të Akshit para disa ditësh. Të gjithë i ka marrë, është çmenduri çfarë del nga aktet dhe nga provat e Spakut. Praktikisht, oficer policie kanë arrestuar një qytetar shqiptar. Oficer policie, tamam, duket e pamundur, duket e pabesueshme për ja që ka ndodhur. Kjo është Shqipëria e Edi Ramës, kjo është qeveria e Edi Ramës, kjo është kjo majoranca. Këta që kanë vendosur ta bëjnë mbledhjen këtu me njëri tjetrin me dyert e mbyllura, jashtë i kuvendi, jashtë i parlamenti, urdhërojnë pengmarrje. Kanë marrë peng qytetar me oficer policie. Kjo është çmenduria që po ndodh. Kjo është arsyeja pse është një nga arsyet pse ne duhet të dalim dhe të protestojmë të gjithë bashkë. Ju ftoj të gjithëve të vini na bashkoheni. Ndërkohë, akoma nuk kanë marrë, në fakt nuk dihet se çfarë po ndodh, nuk ka asnjë, nuk di asgjë, vetëm ata që janë brenda din se çfarë bëhet. Asnjë nuk di asgjë. Vazhdojnë të mbyllur aty brenda. Vazhdojnë të qëndrojnë mbyllur. Dhe nuk bëjnë ditur. Kemi bërë një kërkesë, kemi bërë dhe një kërkesë zyrtare, na takonte të ishim aty brenda. Po përveç saj kemi bërë dhe një kërkesë zyrtare, që kërkesa jon për të hyrë dhe për të marrë pjesë në këshill, në mbledhjen e këshillit, të votojë nga këshilli. Akoma nuk na thon se çfarë kanë vendosur. Është totalisht asnjë lloj informacioni, as në lidhje me kërkesën tonë. Duhet ishim aty brenda që të motivonim, të argumentonim kërkesën tonë. Na është mohuar totalisht kjo e drejtë. E përdorin shtetin sikur ta kemë pron private. Kryetari Peleshi mendon se është pronar i parlamentit. Mendon se ai mund të vendosë çfarë të dojë. Nuk I intereson fare që ka deputet të zgjedhur me votat qytetarëve, që kanë të drejta që burojnë nga rregulloria, që burojnë nga kushtetuta. Nuk do t'ja di.
nuk do t'ja di. E trajton si kur ta ketë pronë private. Pse e bën? E bën sepse ka marrë urdhën nga Edi Rama, sepse ky është një moment për ta, është një moment i rëndësishëm. Është momenti që mund të sjellë fundin e tyre, dhe do sjellë fundin e tyre në fakt. Do ta shikoni, është çështje kohe. Nuk kishin besim, një pjesë e mirë e shoqërisë nuk ishte besim që drejtësia do vepronte, drejtësia do t'i nxirrte, do t'i merrte të pandehur, po ja që po ndodh. Po ndodh. Dhe kjo është vetëm fillimi. Nuk kanë nga të fshihen. Do mbyllen aty brenda, por nuk kanë nga të fshihen. Do të trokasim apo nuk lejohet? Ti është për të pyetur, se mos nuk janë mirë. Çmenduri. Nuk ka asnjë informacion me çfarë po ndodh brenda, besoj as nga mediat, asnjëri. Thjesht nuk duan që qytetarët të dinë çfarë po ndodh realisht. Nuk duan të dinë. Edhe njerë, Partia Mundësia ndërkohë është duke protestuar këtu për jashta, përfaqësuesit, mbështetësit, antarët e Partisë Mundësia janë aty po protestojnë. Po protestojnë për heqjen e mandatit të Belinda Ballukut, kundër korrupsionit, në mbrojtje të drejtësisë. Në mbrojtje të drejtësisë duhet i bashkojmë të gjithë. Drejtësia është në rrezik, ndryshimi është në rrezik. Është në rrezik. Është në rrezik nga këta që nuk duan të ikin. Janë lidhur pas karrigës dhe nuk ikin. Nuk ikin. Duan të vazhdojnë, kanë vjedhur, duan të vazhdojnë të vjedhin. Pse nuk ikin? Sepse e dinë që vetëm pushteti mund t'i mbrojë. Pa pushtet përfundojnë si gjithë të tjerë, si Erion Veliaj. Dhe qartësisht i Trëmbenburgut, kanë frikë dhe do luftojnë deri në fund. Dhe ja kanë bërë të qartë Edi Ramës, nuk ikin, po ikën, do ikin bashkë me Edi Ramën. Do ta marrin me vete. Kjo është arsyeja pse janë trembur, kjo është arsyeja pse po mbulojnë gjithçka, fshehin gjithçka. Thot Turi, pse s'vjen jashtë e protesta? Po sepse kam akoma shpresa që të këtu brenda, më thonë që nuk kanë marrë akoma vendimin, janë akoma duke vrarë mendjen. Çfarë të bëjmë? Po i ka unë nga këtu, s'kujtohen më. Ju luftoni aty jashtë, unë këtu brenda, çfarë do bëjmë tani? Kemi ndarë detyrat. Nuk e di nëse e dëgjojnë zhurmën që vjen nga jashtë. Por me që jeni aty më shumë, duhet ta ngrini më shumë zërin. Ngreni më shumë zërin. T'ju dëgjojnë, se dëgjojeni pak, mund dëgjojni edhe më shumë. Duhet ta rrethojmë këtë kuvend, që ta kuptojnë që s'kam nga t'ja mbajnë. Ju bëj thirrje të gjithëve. E di shumë mirë që keni punët tuaja. Por ky është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë. Të korruptuarit po dalin para drejtësisë më në fund. Dëgjojnë lëvizje, po duket se pjesë në njëri ka lëvizu karrigen. Nuk po del njëri. Ta na thot Trumpi derën. Dhe s'ka shans të ndodhi, si thua. Ha? S'ka shans. Kjo është ajo që po ndodh. Kjo është ajo që po ndodh në këtë vend. Duhet vazhdojmë që qëndrojmë këtu. Mund të pyes thjesht nëse është marrë parasysh kërkesa jonë, është votuar apo jo? Mundem? S'mundem, nuk lejohet. Sa dalë një, ta pyesim kështu rastësisht. Çmenduri. Janë mbyllur aty brenda.
Dhe s'japim përgjigje. Ja, po del dikush. Po votua kërkesa ime apo Jo, akoma. Por çfarë është po propozuar nga deputetët e opozitës që mbledhja të ishte e hapur. e kuptoj, Dhe po të kërkesa marrin pjesë një sekond. deputetit. Kërkesa ime është ka filluar mbledhja? Akoma nuk e kanë hedhur në votim, por do hidhet. Po mbledhja ka filluar. Jo, po diskutohet kërkesa për të bërë mbledhje e hapur me propozim. Okej. Ja që duhet vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Duhet vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Akoma nuk ka filluar mbledhja, akoma duke diskutuar, imagjinoni, më duhet, unë jam zgjedhur nga qytetarë shqiptar, nga votuesit shqiptar që të përfaqësoj ata në mbledhje. Jam i detyruar të qëndroj këtu te dera, të luftoj për një të drejtë që më takon. Kjo është çmenduria e këtij vendi. Mbajnë jashtë deputetët. Pse? Se thonë kemi marrë 83 mandate, ne thonë, dhe i përdorin për të mbrojtur të korruptuarit, se ç'a kujtoni? Për ç'a ju kërkuan votën shqiptarëve? Pse i gënjyen shqiptarët? Pse u avodhëm votën? Pse u avodhëm të drejtën e tyre për të zgjerrur të ardhmen, të drejtën e tyre për të jetuar në Shqipëri? Ne prandaj kemi ato mandate për të vjedhur. Për të vjedhur. Çmenduri, Belinda Balluku ka dalë në përgjime që thotë që Edi Rama i kishte mbyllur, ishte premtuar, i kishte thënë një biznesmeni që do merrte tenderin dhe ai kërkonte llogari Belindës, i thoshte se s'ma jep atë tenderin që ka thënë Edi Rama. Se s'ma jep. Dhe ajo thotë nuk dëgjon, e pyet Berberin, dhe Berberi i thotë po në fakt thotë është e vërtet. Ne kishim ndarë atë tenderin e matën disa tendera që ta marrin disa, jo vetëm një, të vazhduar në kokë. Kryeministri vazhdon të rinë detyrë, ndërkohë që ka dalë Aptas në përgjigje, që ka vjedhur bashkë me Belinda Ballukun. Belinda Balluku është kapur në përgjime kur flet me fituesin e tenderit, i thot e kemi mbyllëm detajet e kontratës, ndërkohë ishte hapur akoma tenderi, këta kishin mbyllur detajet e kontratës, kishin mbyllur vlerën. Beqet Pacoli doli live në Opinion edhe tha, unë tha u takova me Belindën dhe me Belinda më kishte thënë, më tha që do më jepte 40%. Unë u mërzita, tha Beqet Pacoli, se e kishim lënë që do merrja 60%. Dhe vazhdojnë dhe qëndrojnë në pushtet, çmenduri, kanë ndarë paratë e qytetarëve. Duhet kishim bërë një garë që shteti shqiptar të argjonte sa më pak, që sa më pak para të argjoheshin për tunelin, për aeroportin, për rrugët, dhe pjesa më e madhe të shkonte në arsim, në shëndetësi, të ilaçet e onkologjikut. Jo, ka nevojë të vjedhin, duhet të vjedhin. Kjo është arsyeja. Çmenduri. Vazhdoj që ndrojnë këtu sepse akoma nuk e kanë vendosur përfundimisht të na përjashtojnë nga Këshilli. Akoma nuk kanë vendosur. Janë akoma duke diskutuar. Akoma s'është vendosur. Mund të pyesësh lutem nëse është marrë vendimin? Kërkesë, kemi bërë një kërkesë për të marrë pjesë. Mund të kemi këtë informacion? Lutem. Se tristit, ha? Të thyen derën, thot. Nuk është zgjidhja ajo. Vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Është një luftë e përditshme. Po. Nuk kam informacion. Si nuk ke informacion? Nuk kam, Po se pse, përdorësova më fal, ju lutem, ju kush jeni? Unë jam këshilltare në Komisionin e Ligjeve. Je këshilltare. Jo, pse kemi këtu? Po pse kemi solla dy për- E di që sollët, po pse nuk, të lutem, unë kam bërë një kërkesë. Janë, po mund ta lajmëroni, lutem? Ë, po mund, si po? Po si ta lajmëroni? Hajdeni lart, ju lutem. Janë të gjithë, fshihen të gjithë.
S'ka, vetëm garda këtu, garda ç'a të bëj? Do kujdeset për mua, se mos bëj ndonjë çmenduri. S'ka ç'a të bëj. Ri këtu, në fakt ai duhet të kam brenda, po ç'a të bëjmë? Kjo është çmenduria e këtij vendi. Në vend që të ruajnë ai dutët, ruajnë ata që denoncojnë vjedhjet dhe korrupsionin. Dëgjojnë debate, shqyr, të paktën ka debate. Minimalisht të paktën i bie që përfaqësuesit e opozitës po reagojnë. Shpresojmë t'ja dalin. Vendimi s'është marrë akoma. Prandaj duhet të qëndroj këtu. E din, janë të vetëdijshëm që po ju vjen fundi. Edhe një herë për gjithë ata që po më ndjekin, që nuk kanë shumë që më ndjekin. Ndërkohë, në këtë sallë është mbledhur Këshilli i mandateve. Do vendosi në lidhje me heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Për Belinda Ballukun është kërkuar arresti. Dhe parlamenti duhet të vendosë ta lejoj apo jo arrestimin e Belinda Ballukut. Janë mbyllur këtu brenda, majoranca ka mbyllur dyert dhe po bën gjithçka që qytetarët shqiptar mos të dinë, mos të vjen ndjeni me provat, mos të vjen ndjeni me kërkesën e SPAK-ut, sepse duan ta shpëtojnë. Duan ta shpëtojnë nga burgu. Dhe jemi këtu, jam duke protestuar këtu për jashta, duke kërkuar të drejtën time për të qenë pjesë e këtij këshilli si deputet i Republikës së Shqipërisë. Çdo deputet i Republikës së Shqipërisë ka të drejtë të jetë në çdo komision, në çdo këshill të parlamentit. E parashikon rregulloria, parashikon kushtetuta. Ndërkohë kryetari Peleshi ka vendosur që nuk duhet të ketë transparencë. Sa më pak antar të deputet të Republikës së Shqipërisë të marrin vesh se çfarë provash ka sjell SPAK-u, sa më pak deputet duhet dëgjojnë shpjegimin dhe kërkesën nga prokurorët, sepse duan të jetë totalisht gjithçka e censuruar. Të gjithë e dini shumë mirë, informacioni në këtë vend është në një presion dhe indikim jashtëzakonshëm, disa media janë totalisht të kapura, sepse kjo është mënyra për të mbajtur në këmbë autokracinë, për të mbajtur në pushtet Edi Ramën, por nuk kanë për t'ja dalë. Nuk kanë për t'ja dalë. Po ju vjen fundi. Ndërkohë janë ulur në orën 10:30, mua nuk më lanë që të hyja, më mbajtën jashtë me forcë. Përdorën gardën për të mbajtur jashtë, qartësisht nuk është faj gardës, sepse janë detyruar të zbatojnë urdhrat, por akoma nuk është marrë vendimi përfundimtar, sepse kemi dorëzuar një kërkesë zyrtare, pavarësisht se na takon, por prapë kemi dorëzuar një kërkesë zyrtare që teorikisht janë të detyruar ta hedhin në vot, ta diskutojnë dhe ta hedhin në vot, dhe unë do të jem brenda ndërkohë që diskutojnë, por akoma nuk është marrë vendimi përfundimtar. Peleshi me sa duket ose po e mendon, ose ka po reziston pjesa tjetër e opozitës brenda për të ndaluar të skandal. Presim përgjigjen, ndërkohë jashtë kryesisë së kuvendit po bëhet protesta e Partisë Mundësia kundër korrupsionit në mbrojtje të drejtësisë. Ju ftoj të gjithëve të na bashkoheni. Unë fatkeqësisht nuk jam aty, jam shumë afër, por do të qëndroj këtu. Do të qëndroj këtu të luftoj për një gjë drejtë që më takon, por në fakt kjo është e përditshme në Parlamentin e Shqipërisë. Për ditë duhet luftojmë për të patur të drejtën e fjalës.
sepse tentojnë vazhdimisht të na e cënojnë këtë të drejtë. Luftojnë për ditë, për të patur të drejtën e interpelancës. Absolutisht na e mojnë, kanë 2 vjet, jo 1 muaj, jo 3 javë, si thot rregulloria, po 2 vjet që kanë kërkuar një interpelancë me Belinda Ballukun dhe ma mohuan këtë të drejtë. Nuk se ma mohuan mua si agron, ma mohuan si deputet i opozitës. 2 vjet, ndërkohë rregulloria është e qartë, brenda 3 javë nga dorëzimi i kërkesës për interpelancë, kryeministri ose ministri i cili është thirrur në interpelancë duhet të dali dhe të japi përgjigje pyetjeve. Kjo është fatkeqësia që bëjnë çfarë të duan. Po hapet dera, shikojmë. U mor vendimi për sumor? Po çfarë, se nuk më lejohet mua që ty brenda të. Ju kusheni? Ju kusheni? Këshilltar vëlla. Këshilltari kujt? Çfarë Se do të bëj? ma ngrëzërin sikur po të bëjnë ndonjë padrejtësi. Çe ngrëzërin? Çfarë ke ngrëzërin? Politik i grupit PD-s. Jemi PD-n? Po. Dakor, po pse nuk e nevojë të rakosh në Po, mënyrë çfarë se edhe i PD-s, edhe i PD-s ti je prap. Unë ti një pyetje po të bëj. Unë një pyetje po të bëj. Po dakor, po toni nuk e nevojë të përdosh atë ton ashtu, sikur trash qaf. Se në fundis do të ishe ti aty, po do të isha unë. Është këshilltari dhe s'është deputeti. Ti e votuar gjë? Ka vend për këshilltar, po s'ka vend për deputet aty brenda. Imagjinoni, kjo është çmenduria këtij. Të trash dhe zërin. Vëzhduar në kokë. Futi protestuesit brenda, thot Igli. Qa dhënë, plasemi. Se ata nuk dalin vetë të përplasen, nxjerrin gardën. Por si dhe qoftë, dhura nuk është zgjidhja. Kërkesa nuk është votuar akoma. Presim. Nuk iki dot nga këtu, nuk I bashkojmë dot protestës jashtë, sepse po I ka unë, da, e mbyllim me njëri tjetrin dhe besoj se garda nuk mundon të ty fare, as këtu nuk afrojnë dot më pastaj. Kaq duan. Po dola jashtë, s'ka më. Presim, ndërkohë vazhdon protesta përballë kryesisë së kuvendit, protesta e Partisë Mundësia. Juftojmë të na bashkoheni. Thot Teuta, agrone ka haka I popull që fle gjumë. Jo Teuta, jo nuk jam fare dakord me këtë që po thua, ke të drejta thuash, po nuk jam dakord. Unë mendoj që populli nuk ka, populli duhet të ketë një alternativë. Para se të kërkojmë llogari popullit, duhet të ndërtojmë një alternativë të besueshme. Nuk mund të presim, nuk mund të bëjmë përgjegjës popullin, të bëjmë moralin popullit, populli. Secili është në të drejtën e vet. Kush e ka për zemër të ardhmen e Shqipërisë, kush mendon se duhet të reagojmë, të dali, mos të presim nga të tjerët. Secili të dali sipas dëshirës, sipas mundësive. Kjo është ajo që po bëjmë. Ndërkohë, nuk dim se çfarë po ndodh brenda. Vazhdojnë ata brenda në jashtë, çfarë do bëjmë? Unë me gardën.
Fatkeqësisht jemi vetëm 2 veta në këtë parlament, po të kishim më shumë. Nuk është se do ja dinim të hynin se prap do kështonin numrin e gardës. Nuk është kjo zgjidhja, por që sigurisht do kishim mundësi që zëri ynë të dëgjoj akoma më shumë. Prandaj zgjedhjet e ardhshme të dashur miq, mendoni për fëmijët tuaj, nuk keni borxh asgjë politikanëve të vjetër. Nuk keni borxh asgjë. E kam patur mundësinë ta qeverisin këtë vend dhe pam se çka kam bërë. Do të shkojmë drejt të ardhmes. Se nuk bashkëpunon me Alin Qorin, thot Rufati. Rufat e ftua Alin Qorin, nuk pranoi. Sepse pavarësisht se jemi jashtëzakonisht shumë ndryshe, totalisht ndryshe, nëse ai është i të njëjtit mendim me ne në për luftën kundër korrupsionit, për mbrojtjen e drejtësisë, nuk ka arsye pse mos këtë betejë ta bëjmë bashkë, por secili është në drejtën e vet. Sot thot Tasho, Tirana duhet të digjej, flak. Protestat, çdo ndryshim vijnë gradualisht, pak nga pak, mos u demoralizoni. Të gjithë ata që u thonë jo po, ja shikoni nuk dalin njerëzit, nuk ngrihen njerëzit, kjo nuk do thotë që janë dakord me vjedhjet, janë dakord me korrupsionin. Thjesht janë në të drejtën e tyre, kanale, kanë probleme. Na takon edhe që të marrim iniciativën. E filluan Partia Mundësia, një grup i vogël antarësh apo iniciatorësh. Dhe ja ku jemi sot, 2 deputet, mira, antar. Dhe pak nga pak do vazhdojmë të rritemi, nuk duhet dorëzohemi, pak nga pak. Kështu ndryshimi nuk është e thënë që vinë me njerë. Duhet punojmë për ditë. Kjo është ajo që po ndodh në kuvend. Po, thot Benardi, nuk ja ishin imuniteti se kanë vjedhur bashkë. Po, absolutisht. Kanë vjedhur bashkë, ka dalë në përgjime. Që Belinda Balluku i thot Berberit. Më thaj që një biznesmen që ka mbyllur me Edi Ramën, si është kjo punë, i thot. Po, i thot ai, ishte një tender i madh, e ndava që të merrnin sa më shumë. Këtu ndërkohë nuk dim se çfarë po ndodh. Dërgoj një SMS brenda. Pyetni apo s'keni kontakte. Po trokasim, ta dim që jam akoma këtu, nuk kam ikur. Se mos mendojnë iku ky, s'po marrim më parasysh kërkesën. Mirë, sot do vi dita. Si ishte? Si ishte the? Ju mendoni ta zotërin këtu. Ju mendoni se do vazhdojnë këta. Është dhoma sigurisht këtu. Vazhdo. Erdhën një 2 gardistë dhe filluan presionin. Po atë nëse s'bën Dhe presion. mendojnë se do jenë këtu për gjithmonë. Jo, nxirreni kokën. Ju do mendoni se jeni këtu për gjithmonë. Filloi presioni, dërguan. Filloi presioni. Po. Filloi presioni, edhe këtu ka njerëz të ndershëm, po ka dhe Palaço që vinë këtu dhe vinë presion. Ka gardistë të ndershëm, po ka dhe Palaço që vinë e bëjnë presion. Përdorin çdo mënyrë. Mendojnë se do jenë pushtet për gjithmonë. Kështu kanë menduar të gjithë autokratët e korruptuar, se do ishim për gjithmonë. Po do ju vi dita, dhe po ju vjen shumë shpejt në fakt.
Po vjen shumë shpejt. Po vjen shumë shpejt. Ndërkohë vazhdon shefi, ku është shefi? Është shefi juaj këtu? Është shefi juaj, mund të flasë me shefin? Nuk është tu, mund të atërisni? Jeni të gardës dhe ju? Mund të atërisni shefin, lutem? Okej, faleminderit. Pyesim shefin. Nëse është normale që gardistët kalojnë këtu dhe bëjnë presion. Dhe ka dhe kamera këtu. Shikojmë pak. Gangsterët që bredhin këtu në për parlament. Vazhdojmë. Ndërkohë, erdhi dhe deputeti Kapri nga protesta. Atëherë, përshëndetje, protesta vazhdon. Jam informuar nga kolegët e opozitës që janë brenda, që Taulan Balla kërkon që të bëhet me dyert mbyllura. Dhe pas një arsye, ndërkohë që është thënë që përderisa i është drejtuar kuvendit, pse mos ta dinë të gjithë deputetët? Taulan Balla thotë jo, me dyert të mbyllura, dhe kjo është skandali tjetër. Dhe është e qartë që këtu ka një plan. Plani është që çfarëdo gjë që thot prokurori në këtë sallë të mos bëhet e ditur. Njerëzit të mos mësojnë për aferat e dosjes Balluku. Kjo është plani. Dhe për më tepër, të shfrytëzojnë gjoja pushimet dimrore të parlamentit, që të mos mblidhen më dhe të mos votohet në parlament, ndërkohë që të hënën mund të vi kërkesa në parlament për të hequr imunitetin dhe prokuria të bëjë punën e vet. Pra ky është plani. Është komplet një plan djallëzor, për shkak sepse duke mbrojtur Belindën, në fakt duan të mbrojnë Edi Rama. Sepse nga dosja ka dalë qartë që Edi Rama është i përfshirë, është urdhërues. Sepse atje thuhet që biznesmeni ka folur me kryeministrin që ta marrë tenderin, dhe ai e merr tenderin. Ka më fakt se kaq. Dhe kjo është e tmerrshme. Imagjino ti je përfaqësues, deputet, e të mos jesh në mbledhjen e parlamentit. Çmenduri. Këta flasin për një Shqipëri europiane. Këta, Shqipëri europiane me Taulan Ballën. Imagjinoni pak. Tani, në lidhje me tentativën që po bëjnë për ta shtyrë sa më shumë, për ta zgjatur sa më shumë, sepse qartësisht është e thjeshtë. Belinda Balluku nuk do të ikë. Dhe këta nuk e mbajnë dot në fakt, dhe kanë një problem të jashtëzakonshëm. Belinda Balluku thot, unë nuk iki, unë ju marr me vete. Ky është mesazhi i qartë për Edi Ramën. Tani, për të shpjeguar se do dalin në të gjitha media do gënjejnë siç bëjnë partit. Procedura erën e fundit kur kërkua heqja e mandatit, heqja e imunitetit të Sali Berishës ka zgjatur 8 ditë. Në datën 13 ka ardhur kërkesa në parlament, në datë 13 dhjetor, në datën 21 dhjetor është votuar heqja e imunitetit. 8 ditë. Tani këta kërkesën për Belinda Ballukun duan ta shtyn me muaj. Praktikisht duan si leqar që janë, duan që de facto mos të marrin vendimin për mbrojtjen e Belinda Ballukut, po e mbrojnë, do ta mbrojnë duke përdorur këto pretekstet, jo dimri, jo festat, jo nuk ka seanca. Belinda Ballukut i duhet hequr imuniteti. Spaku kërkon arrestimin e Belinda Ballukut. Dhe parlamenti duhet sa më shpejt të votoj për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Po bëjnë gjithçka, por në fakt janë tentativa që thjesht e rëndojnë gjithmonë e më shumë Edi Ramën dhe këtë maxhorancë. Është e qartë që këtyre u ka ardhur fundi dhe siç e thash, kjo nuk është një gjë që po ndodh në Shqipëri, nuk është diçka që ka të bëjë me fatin e Belinda Ballukut apo të Edi Ramës. Ka të bëjë
me fatin e Shqipërisë. Është vendosur në perëndim që Shqipëria nuk mund të vazhdojë të jetë parajsa e të korruptuarve, parajsa e krimit, një vend ku nuk sundon ligji. Është vendosur, e njëjta gjë ka ndodhur në shumë vende të tjera të Europës së Lindjes. Shumë kryeministra të tjerë kanë përfunduar në burg, kanë përfunduar para drejtësisë. Nuk ka ndodhur shekullin e kaluar, ka ndodhur tani, para 10 vitesh, para 20 vitesh. Dhe sot po ndodhet edhe në Shqipëri. Ky është fundi i tyre. Këto janë thjesht tentativa për të mbijetuar, por nuk kanë për t'ia dalë. Nuk kanë për t'ia dalë. Por ne duhet të qëndrojmë këtu, duhet të rezistojmë, duhet të vazhdojmë të rezistojmë. Tani jemi duke pritur që Këshilli i mandateve të na lejojë të hyjmë dhe të marrim pjesë siç na takon sipas rregullores. Kemi bërë një kërkesë për të marrë pjesë në këtë këshill dhe siç e tha dhe deputeti Kapri, Taulant Balla, që vendos gjithçka në emër të Edi Ramës. Taulanti e kanë fjalën për atë Taulantin, Taulant po duhen 100.000 euro. Ai Taulant është, i ka dhënë urdhër, mos lejoni asnjë që të hyjë. Sa më pak duhet marrin vesh se cila është kërkesa e prokurorëve, cilat janë provat e prokurorëve dhe cili është pretendimi i tyre. Kjo është çmenduria. Ndërkohë jashtë vazhdon protesta, ju ftojmë të gjithëve. Janë me qindra qytetarë që janë mbledhur poshtë, mbështetësit tanë, po edhe të shoqërisë civile. Në fakt, po bisedoni me Agronin nëse do shkosh? Pse? Jo të lënë, se s'marr, nuk është marrë vendim. Shko te gotë. Atëre, por ju këtu te dera e po. Por ju te dera jam në Facebookun e Agronit, ndërkohë që Agroni po del poshtë tek protestuesit për të mbajtur një qendrim atje, në respekt atyre qindra qytetarëve që kanë ardhur për të kërkuar një të drejtë, një standard ku çdo zyrtar i lartë, në momentin që ka një akuzë nga prokuroria e ngritur me 140 vota në parlament, të mos ketë imunitet dhe të shkojë të përballet me drejtësinë. Tani nuk është vetëm puna sepse këta po mbrojnë zonës kryeministren Balluku. Puna është që këta me dhunë kartoni duan që nesër kur të vi kërkesa për Edi Ramën të veprojnë njësoj, që mos përballet me drejtësinë. Madje betejë ndaj spakut të drejtësisë është shumë herë më e rëndë. Të gjithë drejtorët që sot janë në burg ose me arrest shtëpie, me akuzë zyrtare nga prokuroria, ende Edi Rama nuk i shkarkon. Janë formalisht në detyrë. Dhe formalisht ata ende mund të firmosin për tendera. Imagjinoni se çfarë skandali është kjo. Ku kemi arritur? Ku kemi arritur? Por mjafton ta shikojmë këtu. Pra, Këshilli që ka 10 antar në mënyrë të barabartë pozitë opozit, pa shumicë, që drejtohen kryetari i kuvendit, gjithmonë nis me dyert të hapura. Kushdo deputet që nuk është antar mund të vi të marrë pjesë, siç merr pjesë në seanca, siç merr në pjesë në komisionet e tjera parlamentare. Por na ka ndaluar me gartë të mos hyni brenda. Dhe cila është arsyeja? Arsyeja është që ne nuk duhet të marrim vesh se çfarë thot prokurori për dosjen, sepse do të mbahet sekret. Sepse çdo ditë në media po rrjedh një akuzë e re, një vjedhje e re. 7 lote kishte Unaza e Madhe e Tiranës, të 7 lotet janë vjedhur. Të 7 lotet janë vjedhur. Flitej tani në relacionin e prokurorisë, flitej edhe për një koncesion. Flitej për një koncesion. Por me sa duket e kanë marrë vendimin që të mos futemi. Edhe siç e shikoni, edhe çunat e gardës u lodhën, u ndruan, po ne do rrim këtu, është detyra jonë të rrim këtu, dhe për çfarë? Për një të drejtë minimale. Imagjino ti je deputet e mos kesh të drejtën të marrësh pjesë në mbledhje. Kaq shumë e kanë zhvlerësuar parlamentarizmin, kaq shumë e kanë zhvlerësuar republikën tonë, e cila është kthyer në një republikë prokurimesh.
Vetëm me prokurime. Vetëm prokurimet marrin vlerë. Tenderi. Nuk kanë më vlerë të drejtat e qytetarëve, mundësitë e qytetarëve. Tenderi. Vetëm tenderi. Dhe jo vetëm kaq, por edhe kur kapen duke vjedhur, nuk shkulen nga kariket. Nuk shkulen nga kariket. Si ka mundësi të kesh akuzë dhe minimalisht të mos përballesh me drejtësinë si qytetari i lirë. Gjeni një vend perëndimor. Se kryeministri thotë gjeni një vend perëndimor ku gjykata kërkon pezullimin e një ministri. Është Rumania rast konkret që ka përjetuar të njëjtën gjë si ne me prokuroritë e gjykatë speciale. Ke raste pafund ku gjykata ka kërkuar pezullimin e ministrave. Në perëndim pasaj, sa herë ka pasur një akuzë për ministër, ai ose ka dhënë dorëheqjen ose është shkarkuar deri nga kryeministri. Nuk ka pas nevojë të shkojnë për gjykata, sepse është standard minimal politik, moral. Se kaq. Tani, nëse imuniteti është krijuar që deputetët të kenë një garanci për të folur lirshëm për çështje që shqetëson qytetarët në parlament, dhe të garantohet kjo si e drejtë, tani në mënyrë që edhe nëse një prokuror i teket të arrestojë pa të drejtë një deputet, jo. Pra deputeti duhet të jetë sa më i lirë i mundshëm që të mbajë qëndrimin në parlament. Ta çfarë vendosin? Vendosin jo. Imuniteti për zonjën Balluku duhet të jetë që ajo të mos përballet për akuzat për korrupsion. Kur faktet, siç i kemi parë të gjithë, kanë qenë evidente apo jo? Evidente. Evidente. Po është e turpshme se si maggjoranca e kontrollon kuvendin, parlamentin, tamam si në një asamble partijake. Në kjo është e turpshme, shumë e turpshme. Ndërkohë që parlamenti ekziston për opozitën, nuk ekziston parlamenti për ta ulën ballën, edhe për 83 mandatet e këtyre. Këta nuk lejon asgjë. Mbledhje me dyert të mbyllura. Nuk u japin mundësi jo vetëm ne si deputet, por edhe qytetarëve mbar, që pse jo ta dëgjonin prokurorin të thoshte se çfarë çështje ka për të parashtruar. Nuk e tregojnë. Çfarë u tha për ne, do futemi brenda apo jo? S'ka përgjigje akoma. Është kërkuar në fakt nga disa deputetë të opozitës që ne të jemi brenda, por sërish me kërkesën e Tavlan Ballës në veçanti, ne nuk do të futemi brenda. Dhe madje të mbledhja të bëhet sekret. Të bëhet sekret. Pra plani është që se u fol që mund të shkoj me muaj kjo punë. Me muaj që të vonohet votimi në parlament për Belinda Ballukun. Edhe kur të vi votimi, sigurisht ato votojnë kundër. Të njëjtën gjë siç patëm bërë para, nëse mbajmë para disa vitesh, me Samir Tahirin, që kur erdhi kërkesa e prokurisë, pa nuk ka prova, nuk ka gjëra, edhe votuan kundër. Tjetër punë se ai mbas disa muajsh la mandati. Por tani jemi në një realitet tjetër. Pra, kemi krijuar SPAK-un, kemi krijuar GKK-on dhe është krijuar edhe me 140 vota me mbështetje të madhe ndërkombëtare. Janë institucionet më të besueshme ndër shqiptarët. Momentin që ata bën një dosje, bën një akuzë, çfarë bëjnë ta? Bllokim me imunitet me ligj. E pafalshme. Ky është puç. Se është folur për Republikë Prokuror ashtu, po ky është puç. Ky është puç kushtetues. Se si kryeministri me të gjithë pushtetin e vet ekzekutiv, duke kontrolluar dhe parlamentin, të mos lejoj që asnjë zyrtar i lartë të përballet me drejtsinë. Jo thjesht për deputetët, po e përmend edhe rastin e drejtorave. Të gjithë drejtorët që sot janë në arrest shtëpie ose arrest me burg, këta nuk i shkarkojnë. Janë akoma në detyrë. Kryeministri nuk i shkarkon. Të lutem, a kemi një përgjigje për atë kërkesën apo akoma? Imagjinoni, akoma pa përgjigje. Pa përgjigje. Skandal. Në momentin e parë që SPAK-u kërkoi për një ministër në detyrë, që t'i hiqet imuniteti,
Këta e mbrojnë. Skandal. Ashtu siç bën gjithë presionin që Erion Velia i të vazhdoj të jetë në detyrë akoma dhe kërkon dhe rrogën në burgu. Edhe pse ka 13 akuza. E kuptoni që bëhet? Pra kjo është një puç komplet për të garantuar imunitet. Imagjino, formalisht ky vend ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian, kuptoni? Edhe ka prioritet numër 1 luftën ndaj korrupsionit. E shikoni se si ura fasada me të parën. Fasada e cila ishte, ne luftojmë korrupsionin, kemi krijuar SPAK-un, çdo kush i merr akuzë, ka thënë Rama, ne nuk e bëjmë të gjej avokat, ka thënë Rama. Pse nuk bëhet logo mbrojtëse e askujt, dhe çfarë ndodh tani? Me të parën në rast që vjen ministri në detyrë dhe deputet të PS-s e mbrojnë politikisht duke përdorur parlamentin fatkeqësisht. Shumë e rëndë. Por nuk kanë për të dalë dot. Edhe për arsyen tjetër, se kanë nisur të shkruajnë edhe mediat ndërkombëtare, edhe faktorin ndërkombëtar do bëj presionin e vet. Por na takon ne të gjithë, qoftë ne si deputet në parlament, por edhe të gjithë qytetarët, të cilët duhet të dalin, të marrin përgjegjësi, të ngrenë zërin, sepse tani ka ardhur një moment historik. Momenti historik është o përballemi me të korruptuarit o jo. U kujtohet viti 1990, u çuan studentët? U çuan studentët apo jo? Tani edhe diktatori Ramiz Alia vendosi do ketë pluralizëm politik. Edhe ndodhen zhvillimet e mëdha nga dalë që ndodhen rrugës. Imagjino si kur Ramiz Alia të vendosë të kundërtën. Pra mos kishte pluralizëm të vazhdojnë në diktaturë. Imagjino sa rënd do ishte. Në të njëjtën situatë jemi edhe sot. Nëse është thelbësore, prioritet numër 1, të luftojmë korrupsionin dhe krimin organizuar në Shqipëri, dhe kjo të mos ndodhi, është një kthim mbrapa. Do e kthejmë Shqipërinë të paktën në 20-25 vite mbrapa. Ne nuk mund ta pranojmë të farsë. Nuk duhet ta pranojmë kurse si. Është e pafalshme se si pushteti të bëjë një betejë kaq të madhe për të mbrojtur të korruptuarit. Edhe ç'është më e rënda, në korridoret e parlamentit flitet për ndryshime kushtetuese. Dhe unë uroj fort që deputet tjerë të opozitës të mos bëjnë atë gabimin fatal të bashkojnë vota në mënyrë për të shkatëruar SPAK-un, se po qarkullon ky si plan. Nëse do bëhet ky si plan, do jenë fiks si antarët e byros së Ramiz Alis, që votonin kundra pluralizmit politik dhe bënin presion për dhunë kundër studentëve atëherë në 90. Nuk do ta bëjmë këtë. Edhe ironia tjetër është shumë e bukur kjo ironia, se salla kombite të Këshillit, nëse e shikoni, është salla Pjetër Abnori. Pjetër Abnori ka qenë kryetari i parë i parlamentit në 92-shin, edhe nga njerëzit më pluralist, asgjë, nga lanë kështu. Ja, po të tregoja një gjë. Ironia është që mbledhja bëhet në sallën Pjetër Abnori, që ka qenë kryetari i parlamentit më i mirë që kemi pasur ndonjëherë, tolerant, gjithmonë në mbështetje edhe të opozitës. Ndërkohë, këta vendosin që ne ta mbyllim gojën e tushme. Dhe urojmë fort, siç po tregoja pak më herët, që ato zërat që çarkullojnë këtu në korridoret e parlamentit për të bërë ndryshime kushtetuese, për të goditur SPAK-un dhe gjykatën speciale, të mos jenë të vërteta. Sepse po të ndodhi, dohet, siç e përmenda, njësoj si kur Ramiz Alia me byron politike të vendosin kundër pluralizmit politik në Shqipëri në 90. Është skandal. Ne nuk mund të tolerojmë faktin që të mos nuk mund ta tolerojmë këtë gjë. Ndërkohë jemi këtu akoma në pritje. Nuk shprehet me një vendimmarrje, nuk hidhet në votim në Këshill nëse duhet deputetët të hyjnë brenda ose jo. E të mërshme. Edhe këtë ka kërkuar specifikisht Aulan Balla. Specifikisht. Duhet vazhdojmë të qëndrojmë këtu, sepse e drejta më elementare që të jemi brenda
në këshillin ku diskutohet heqja e mandatit Belinda Ballukut, që i takon çdo deputetit parlamentit, po jo vetëm çdo deputeti, po dhe çdo partie politike parlamentare, po mohohet. Dhe duhet të ngulim këmbë, kemi bërë një kërkesë zyrtare për të qenë pjesë e kësaj mbledhje. Ka kaluar një orë gjysmë, po thuaj, një orë, mbi një orë, dhe akoma nuk kanë vendosur. Akoma nuk kanë vendosur, nuk kanë marrë parasysh kërkesën tonë. As nuk e marrin parasysh, sepse nuk duan që deputetët të dinë provat që ka prokuroria, pretendimin e prokurorisë dhe argumentat e prokurorisë pse Belinda Balluku duhet të arrestohet. Se po flasim për arrestimin e Belinda Ballukut. Ky është skandali, po ne jemi këtu, do vazhdojmë, do qëndrojmë. Nuk shkulemi. Për çdo gjë duhet protestuar. Për të drejtën më elementare duhet të protestojmë. Do të protestojmë për fjalën tonë brenda në kuvend, për të drejtën tonë për të qenë këtu, për të patur një interpelancë, për çdo gjë. Vazhdimisht është një luftë e vazhdueshme. Duhet të vazhdojmë të kërkojmë, të luftojmë për gjithçka. Nuk dorëzohemi, jemi këtu, ndërkohë duket sikur akoma minimalisht nuk kanë marrë vendimin. Presim. Ja bëmë të dje që jemi këtu akoma. Do vazhdojmë të qëndrojmë këtu, nuk lëvizim. Nuk lëvizim. Atëherë, po bëj një përmbledhje të shkurtër. Prej orës 10:30 është bërë një orë në gati, ka nisur mbledhja e Këshillit e rregullores imuniteteve dhe mandateve në parlament. Është rregull në rregulloren e parlamentit që këshillat janë të hapura, kanë një antarësi për 10 deputetësh në mënyrë të barabartë, por çdo kush deputet që ka dëshirë të marrë pjesë në mbledhje mund të paraqitet të vinë në mbledhje. Këta qëllimisht e mbajnë mbledhjen të mbyllur. E mbajnë qëllimisht mbledhjen e mbyllur. Dhe arsyeja është se nuk duan që shqiptarët të marrin vesh se çfarë do thonë prokurorët për dosin Balluku. Kjo është arsyeja. Pavarësisht deputetët e opozitës që janë brenda kanë kërkuar që edhe ne të futemi brenda, është dhënë urdhër edhe Gardës së Republikës që ne të mos futemi në sallën e mbledhjes. Kjo është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Nuk flitet më për parlamentarizëm këtu. Deputetët i ndalohet të marrin pjesë në mbledhjet e parlamentit. Është shumë e rëndë. Sepse në bazë edhe të kërkesës së vit prokurorisë, ne duhet të marrim vendimin, duhet të mësojmë se çfarë paraqitet, që të votojmë nesër në parlament. Dhe këta do ta bëjnë sekret çdo gjë. Dhe nuk është e rastësishme që në mënyrë tekstuale Taulant Balla ka kërkuar kryetarit të kuvendit brenda që ne të mos hyjmë në mbledhjen e Këshillit. Ndërkohë që është e drejtë kushtetuese, është fundit një e drejtë normale. Është e tmeshme. E tmeshme kjo që po ndodh. Edhe e kupton, duan ta trajtojnë si diçka banale. Numri 2 i qeverisë ka akuzë, është akoma në detyrë. Kërkohet heqjet imuniteti nga parlamenti, sepse është faktuar nga prokurorët se po shantazhon dëshmitar. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që këta duan ta bëjnë me dorë të mbyllur, mos e marrin vesh, njëri ta shtyn maksimalisht votimin në parlament, që të fitojnë kohë sa më shumë për të bërë dëm drejtësisë, por në njëjtën kohë të japin kohë Edi Ramës, që të përgatitet për veten e vet ai. Te dosja për zonjën Balluku është faktuar, ku ajo thotë që për filan lot të Unazës Tiranës, nuk e mbaj mend, biznesmeni në fjalë ka marrë aprovimin e kryeministrit, ka folur me Ramën, thotë. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që ai e merr tenderin. Pra, edhe kjo nuk është rastësisht në dosje. Nuk është rastësisht kjo. Shumë shpejt do e thrasë në SPAK, të japi llogari për të çë, dhe do ketë dhe akuzë. Minimalisht për shkelje të barazisë në tendera dhe pasaj të gjitha me radhë. Ajo që është më rënd akoma është që për ditë dalin dhe faktohen nga materialet e prokurorisë
aferat e reja. Po flitej për një koncesion tani. Nuk e dim për kë koncesion bëhet fjalë. Të gjitha lotet e unazës së Tiranës janë vjedhur, të 7 lotet. Ndërkohë që janë harxhu 500 milion euro atje, 500 milion euro. Dhe janë vjedhur të gjitha. Por këtë nuk duan që ta tregojnë, ta marrin vesh shqiptarët. Aferat duhet të rinë të mbyllura, si e si që të garantojnë pushtetin e Edi Ramës që mos preket nesër. Dhe imagjino se çfarë presioni kanë bërë te gjykatës kushtetuese për të marrë atë vendim që mori, që ishte skandal, dhe urojmë që ta korrektojnë në datën 22 janar kur ka lënë mbledhjen, sepse duhet të respektohet vendimi i një gjykate kur kërkohet për pezullim. Është miratuar ligji i tillë në parlament dhe duhet të respektohet. Dhe futja në lojë e gjykatës kushtetuese është vetëm për të mbrojtur të korruptuarit. Për arsyeën e vetme që nesër spaku të mos kërkojë të njëjtën gjë për Edi Ramën. Pra që ta pezulloj gjykata si kryeministër, se në këto kushte parlamenti do të detyrohet të votojë një kryeministër të ri që s'do të jetë më Edi Rama. Kjo është ajo gjithë skenari për të ndaluar që Edi Rama të rinë pushtet akoma. Vazhdon mbledhja brenda, por nuk merret vendimi për pjesëmarrjen tonë në Këshill, por nuk dorëzohemi, do vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Nuk ikim. Ky është një moment shumë i rëndësishëm për Shqipërinë, për vendin tonë. Nuk është në lojë vetëm fati i Belinda Ballukut në fakt, por është në lojë e ardhmja e Shqipërisë. Do vazhdojmë me një vend ku sundon korrupsioni, ku sundon krimi, kur vidhet aptas me vendim dhe leje të kryeministrit, apo do fillojmë të ndërtojmë një Shqipëri që qeveriset nga një qeveri e pa korruptuar. Kjo është fati i Shqipërisë në lojë. Nuk është fati Belinda Ballukut. Belinda Balluku është një njeri e cila duhet dali para drejtësisë, për të cilën po kërkohet masa e arrestit, por fati saj është vendosur në fakt, ajo qartësisht për fatin tonë të mirë nuk ka asnjë të ardhme në politikë, por ne tani duhet të luftojmë për fatin e Shqipërisë, për të ardhmen e Shqipërisë. Nuk mund të vazhdojnë në këtë mënyrë. Nuk mundet që të korruptuarit vazhdojnë të sundojnë dhe shqiptarët si alternativë të vetme të kenë largimin nga Shqipëria, nga vendi i tyre, nga të afërmit e tyre, nga fëmijët e tyre, nga prindrit e tyre. Kjo është e papranueshme. Është e papranueshme. Ka ardhur dita të japin llogari, të largohen, të dalin para drejtësisë. Dhe kjo është një nga tentativat e fundit që ata një rezistencë që po bëjnë për mos ikur, për mos të larguar. Duhet të vazhdojmë të qëndrojmë. Duhet të vazhdojmë të këmbgullim, pak nga pak, gradualisht. Kjo është e vetmja alternativë që kemi. Ky është një moment i jashtëzakonshëm për Shqipërinë, për të ardhmen e Shqipërisë. Duhet të gjithë jemi të lumtur, jo se një njeri po shkon në burg, por sepse më në fund po vjen një ndryshim. Po ndryshon Shqipëria, mund të bëhet pjesë e vendeve ku sundon ligji dhe jo korrupsioni. Ka kaluar shumë kohë, kemi mbi 30 vjet që durojmë politikanë të korruptuar që vazhdojnë e vjedhin. Jam ndërkohë po hapet dera të pyesim çfarë po ndodh. Më falni më të. Shqiptarës. Nuk s'po i pyesim se nuk dim kush është. Është joj. Nuk na bëjnë të ditë çfarë po ndodh, po thot një gjë, ka një gjë rand. Jo, vazhdon protesta. Ndërkohë që është bërë sërish kërkesë brenda që ne të futemi, por këmbgul ta vënë balla që ne nuk duhet të futemi brenda. Kjo është e rënda. Duhet vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Të rezistojmë. Duhet vazhdojmë të rezistojmë.
Vazhdojmë të qëndrojmë këtu te hyrja. Akoma nuk është vendosur nëse do na jepet apo jo e drejta për të hyrë. Edhe me rënda është fakti që as nuk ta komunikojnë të vendimin, no? Po të rinë këtu të vendosin gardën, mos e leo të futen, kupton? Është e paimagjinueshme, Nuk e lejojnë Këshillin që të shprehet me një votim. Me një votim. Sepse po ta çojnë në një votim, për shkak sepse Këshilli është i barabartë në numra, do rrezohet si kërkesë ne mund të futemi brenda. Por jo, nuk e çojnë në votim, duan ta lënë qëllimisht që të mos marrin vesh se çfarë ndodh brenda. Nuk duan të tregojnë se çfarë materiale ka sjell prokuroria speciale në kuvend. Nuk duan. As arsyet, as gjë. E shikoni ku është katandisur parlamentarizmi? Gjithë pushteti politik i qeverisë kërkon me çdo mjet të mbylli gojën njerëzve, të mbylli gojën deputetëve. Mos lejojnë deputetët të vinë të marrin pjesë në mbledhje. E kupton? Gjithsesi ne po presim. Po. Jemi këtu duke pritur. Nuk dorëzojmë dhe qëndrojmë këtu derisa të hapet dera. Ose do denoncojmë, ose do hapet dera, ose ne do jemi këtu denoncojmë censurën. Se në fakt nuk është vetëm një censurë, nuk është vetëm tentativa, këta kontrollojnë gjithçka. Këta kanë një ndikim të jashtëzakonshëm i mediat. Por nuk të mohojnë të drejtën për të qenë këtu. Këta të censurojnë edhe kudo. Por do vazhdojmë, do përdorim rrjetet sociale, do përdorim të gjitha hapësirat që na jepen. Edhe pse fatmirësisht disa kolegë të opozitës vazhdojnë këngulin brenda që ne të futemi në sallë, na mohohet kjo e drejtë. Na mohohet pa na thënë asgjë. Pra, si mundet që parlamenti të bëjë mbledhje me dyert të mbyllura ndaj deputetëve? Është skandal. Është skandal kjo që po ndodh. Ndërkohë që arsyeja e vërtetë është vetëm e vetëm që jo ne të mos marrim vesh, por mos marrim vesh publiku. Ne jemi të organizuar një protestë jashtë me mbështetësit tanë, me shumë mbështetës të shoqërisë civile, njerëz shumë të nderuar, intelektual të njohur të Tiranës, dhe pjesa më e madhe e mediave nuk e japin fatkeqësisht. Po censurojnë. Cila është arsyeja? Arsyeja është dihet. Sa më pak të marrin vesh njerëzit se ç'po ndodh. Çfarë po ndodh? Këta po bëjnë një puç shtetëror, një puç nga brenda, duke përdorur çdo mjet, çdo pushtet për të mos u shkulur nga karrija këtë. E kuptoni ç'po ndodh apo jo? Ministër të akuzuar, drejtor të akuzuar që janë ende formalisht në detyrë, që vendosin ende për fatin tonë. Ndërkohë që është detyrim moral, politik, edhe institucional, por dhe i moralit të demokracive perëndimore që kur ke një akuzë minimalisht jep dorëheqjen dhe shkon përballesh me drejtësinë. Por kjo nuk po ndodh fatkeqësisht. Nuk po ndodh. Është shumë e rëndë kjo. Në deputetët nuk e lejon të futen brenda dhe të flasin. Ndërkohë që gardat ka bërë 3 herë turn për të 3 herë kanë bërë çunat e gardës turnë. Thjesht për ta ditur që jemi këtu. Thjesht ta di që jemi këtu. Akoma s'kam marrë vendim. Kanë 1 orë e gjysmë aty që sillen për dallë, gjëja për të marrë vendimin. Po futemi ose jo? Imagjinoni, atëherë ne jemi këtu, thua sikur nuk na kanë votuar qytetarët shqiptar, nuk jemi deputet të parlamentit, jemi të dera, imagjinoni.
jemi të dera, këtu futet kushdo. Janë futur këshilltar, janë futur teknik, kushdo. Kurse ne jemi deputet, përfaqësojmë një parti politike, kemi marrë me 10 mijëra vota nga qytetarët shqiptar, ne nuk na lejohet të hyjmë. Kjo është çmenduria në këtë vend. Ne duhet votojmë nesër në lidhje me heqjen e imunitetit Belinda Ballukut. Po se si mund të votojmë ne pa ditur dhe pa dëgjuar prokurorët, këtë e di vetëm Taulan Balla dhe Edi Rama, që i kanë dhënë urdhër Peleshit që të mbylli sallën këtu dhe mbledhjen ta bëjnë me njëri tjetrin, pa lejuar askënd, pa lejuar mediat, pa lejuar deputetët. Kjo është çmenduria që po ndodh në këtë vend. Pse po e bëjnë? Sepse ju ka ardhur fundi. Në përgjimet e SPAK-ut del Edi Rama. Emri Edi Rama. Si përmarsi i thot, biznesmeni i thot, kam folur me Edi Ramën. Dhe më ka lënë një tender. Kam folur me Edi Ramën. Është i shkruar, e zez në të bardhë. Edi Rama. Ju ka ardhur fundi, nuk mbrojnë dot më. S'ka dyshim. Nuk ka dyshim që ndërkohë që flasim, vetëm duke u bazuar në këto prova, në këto fakte, ndërkohë ka një dosje për Edi Ramën. Nuk ka dyshim që ka një dosje dhe shumë shpejt Edi Rama do merret i pandehur. Mjafton të shikosh se çfarë del, se si mund mos të merret i pandehur Edi Rama, kur në dosje del kam folur, biznesmeni thot, kam folur me Edi Ramën dhe më ka thënë që do m'japi këtë tender. Dhe Belinda Balluku i kërkon leje, i kërkon llogari berberit dhe i thot, për ç'është kjo punë thot? Edhe i thot po thot, ishte një tender i madh, e ndam disa pjesë që kënaqeshim gjithë, të merrim gjithë nga pak. Kjo është arsyeja pse janë mbyllur këtu. Kjo është arsyeja. Kuptohet. Kjo është jetike për ta. Nëse nga këtu dalin informacionet, nëse nga këtu dalin informacionet që Edi Rama është i përfshirë, siç është i përfshirë, qartësisht, aty nuk e mbron dot me njëri Edi Rama. Dhe ai duhet të fillojë të mbrojë veten. Dhe në fakt prandaj ka filluar ta mbrojë veten. Kjo po ndodh. Shkojmë çfarë do bëjnë tani. Dhe pastaj çdo qytetar shqiptar do kuptoj edhe një herë, do ketë edhe një argument tjetër, një arsye tjetër për të kuptuar se sa të korruptuar janë, se sa të kapur janë. Kështu që ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu. S'do dalë. Jo ndjes ne. Të nxjerrim, ose vrim mendjen. Të nxjerrim. Nëse Ose vrim mendjen. janë dhe në sikletshmat e gardës, ne i mirë kuptojmë detyrën e tyre, nuk ka asnjë problem për ne. Çështja është që kjo nuk mund të jetë normale, që përfaqësues të zgjedhur të mbahen jashtë parlamentit. Nuk është normale, fare. Kërkojmë respektimin e një të drejte që ka dhënë kushtetuta, rregulloria e kuvendit, që na kanë dhënë qytetarët shqiptar me votë. Na kanë dhënë qytetarët shqiptar me votë. E këta nuk duan të na japin këtë të drejtë. Dhe shumë e rëndë kjo që po ndodh. Shumë e rëndë kjo që po ndodh. Dhe pavarësisht edhe këmbguljes së disa deputetëve të opozitës, të Partisë Demokratike brenda, që kanë thënë që të futemi dhe ne në mbledhje, sërish këta po bëjnë çdo përpjekje për ta mbajtur jashtë. Duke na vendosur gardën këtu, s'keni për tyr pa marrë lejen nga kryetari i kuvendit edhe nga këshilli. Ndërkohë që këshilli nuk vendos dot. Nuk ka si të vendosë. Nuk ka si vendos që të përjashtohet një deputet kushdo që qoftë të marrë pjesë në mbledhje. Nuk ka. Është skandal. Imagjinoni parlament me ndyrë të mbyllura. Ne kuptojmë që ka një pjesë që prokuroria ka kërkuar të bëhet me dyert të mbyllura, ajo është një moment i dytë. Por ka një moment të parë ku prokuroria parashtron gjithë çështjen, relacionin, tregon arsyet në vijë të përgjithshme pse është kërkuar heqja e imunitetit për Belinda Ballukun. Por këta edhe këtu nuk duan. Këta edhe këtu nuk duan që ne të marrim pjesë
në këtë mbledhje. Shumë e shëmtuar është, shumë e shëmtuar. Po kjo në fakt parlemron gjithçka se çfarë do ndodhi rrugës, ha? Pra, do përgatitemi për një betejë të gjatë të gjithë të pushtetit korruptuar kundër drejtësisë. Sepse ata do bëjnë çmos të intimidojnë prokurorët, të kërcënojnë ata siç kanë bërë më përpara, dëshmitarët të përdorin votën në parlament për ndryshime që të lidhin duart spakut. Të gjitha do e provojnë. Do e shikoni rrugës. Të gjitha do e provojnë. Por është shumë e rëndësishme qëndresa. Është shumë edhe përshëndesim qytetarët që vazhdojnë protestojnë jashtë. Janë qindra në mbështetësit tanë, por edhe qytetarë nga shoqëria civile që kanë ardhur dhe kanë protestuar. Por imagjinoni, as media, as deputet brenda. Do ndih më sekret çdo gjë. Sepse nuk është dorën e Taulant Ballës të vendosin nëse një deputet do të ndjekë një mbledhje në Këshillit ose jo. Këta kujtojnë se me pushtet, dhe po e bëjnë në fakt, të mbyllin gojën kujdo të munden. Fatkesisht shumë e rëndë. Nuk mund të degradoj parlamentarizmin në këtë formë, në këtë mënyrë. Shumë e rëndë. Atëherë, se më thonë ne jemi live dhe nuk e shkojmë dot, por ndërkohë që ne jemi këtu duke kërkuar drejtën tonë për heqjen e mandatit Belinda Ballukut dhe protestuesit e Partisë Mundësia protestojnë poshtë, del një përfaqësues i kësaj maggiorancë të korruptuar, që ka votuar çdo ligj, çdo PPP, çdo vjedhje, si Erion Braçe, dakord, dhe nga zyra e tij, nga karrige e tij, nga lart, nga pushteti, bën një video dhe tallet me qytetarët që janë mbledhur, sepse duan që të korruptuarit që ai mbron të dalin para drejtësisë, që Belinda Balluku, për të cilën Spaku do arrestin, të dali para drejtësisë, të hiqet imuniteti, kurse ish zëvendës kryeministri i Edi Ramës, i vetmi që nuk është arrestuar dhe ose nuk është në arrati, dakord? I vetmi që nuk është në arrati, por prapë i ka shërbyer një qeverie të korruptuar, se si shpëtoi nuk e dim, por kjo nuk do të thotë që ka ndihmuar ai dutët apo ka vjedhur dhe vet, tallet me qytetarët e thjeshtë. I tall, i bën video nga lart, ai lart, ata poshtë dhe tallet me ta. Ndërkohë ai me votën e vet mban Belinda Ballukun, mban Edi Ramën, sepse vjedhjet janë bërë edhe kur ishte ai zëvendës kryeministër, mos na hiqet si ndershëm, sepse është thjesht një vegël e rëndont e një pushteti të korruptuar të cilit i ka ardhur fundi. Mjaftu talle. Vazhdo, bëj atë detyrën tënde, mbro të korruptuarit, lëri qytetarët, mos përfito nga pushteti, nëse ke sa do pak moral, sa do pak dinjitet, dil kundër të korruptuarve, voto kundër korrupsionit, voto për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, mjaftu talle, ke një jetë të tërë që tallesh dhe i gënjen, një jetë të tërë, vete dhe flet ti për fermerët, po pse nuk e bëri maggioranca jote, nuk e i vjodhi parat fondet e i pardit maggioranca jote, nuk ishin kryetarët e bashkive të tut, aty në Divjak, i ke shpjegoja atyre, se si milionat e i pardit bajtën në xhepat tuaja, në xhepat edhe xhepat e tua, dhe të zyrtarëve të Partisë Socialiste. Hipokrit, s'ke turp, tallesh me protestuesit. Shikojni, thot, shikojni. Janë qytetar të ndershëm, dhe janë nga ana e drejtësisë, kundër korrupsionit. Tani, ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu, pavarësisht, dhe ftoj çdo qytetar, mos të ndikohet, këta kanë pushtetin, kanë arrogancën, tallen, mos u ndikoni,
Do ju vi fundi, po ju vjen fundi. Kanë një jetë të tërë që përfitojnë, abuzojnë në kurriz të qytetarëve shqiptar. Vazhdojmë të qëndrojmë këtu. Nuk dorëzohemi. Kaq, thjesht për të bëjmë të ditur që jam akoma këtu. Që nuk iki. Thjesht një duar tërpitje lehtë. Mos t'i shqetësojmë shumë. S'ta ndemi as me dy as me dalë. Çfarë bëhet aty? Nuk votoj kërkesa jam. Nuk pranoj nuk pranoj që ta bëjmë drejtën të hapur. Ndërkohë ju keni këtë drejtë të hyjë, sipas rregullave. Vazhdojmë që ndërojmë këtu. Nuk lëvizim. Nuk lëvizim. Vazhdojmë që ndërojmë këtu. Nuk lëvizim. Nuk lëvizim, është e drejta jonë. Është e drejta që na kanë dhënë qytetarët shqiptar me votën e tyre, që qëndrojmë. Është bërë kërkesë nga deputetët e opozitës që janë brenda që të respektohet rregulloria. Sepse kemi të drejtë me rregullore të jemi prezent. Por fatkeqësisht nuk e lejon maxhoranca, nuk e lejon kryetari i kuvendit që të futemi. Se ti je deputet dhe të mos lejohet të futesh brenda në një mbledhje këshilli, një mbledhje komisioni është e rëndë. Gjithsesi ne po presim këtu të na jepet e drejta jonë, që po na mohohet. Deputetit i ndalohet të bëjë detyrën e tij. Se detyra e deputetit është të vit marrë vesh çfarë kërkon prokuroria, pse duhet hiqet imuniteti, në mënyrë që të votojnë nesër në parlament. Nuk na lejojnë akoma. Nuk na lejojnë. Është shumë e rëndë. Sepse duan që çfarë do gjë që të dali nga mbledhja me dyert të mbyllura, të mos dalin në publik. Kaq e thjeshtë është. Dhe po bëhet afërsisht 2 orë. Ka nisur në 10:30 mbledhja. Dhe çështja e rënda është që nuk japin asnjë lloj informacioni se çfarë po ndodh te mbledhja. Fare. Ndërkohë që mbledhja do të kishte nisur me dyert të hapura. Tu shpjegohet gjithëve pse ishte thirrur mbledhja, cilat janë arsyetimet e prokurorisë për kërkesën e saj për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, dhe më pas mund të kërkojë një vendimarrje tjetër nëse mbledhja do të ishte po ose jo me dyert të hapura ose dyert të mbyllura. Ndërkohë që tu futet stafi, nuk lejojnë deputetet. Nuk i lejojnë deputetet të marrin pjesë. Shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Gjithsesi ne po rrim këtu, falenderojmë dhe të gjithë mbështetësit e qytetarët tanë që vazhdojnë poshtë, vazhdojnë protestojnë. Edhe aktivistët e shoqërisë civile që po bëjnë një protest model, po japin mesazhet e duhura. Mesazhi kryesor është për drejtësinë deri në fund, sepse sot drejtësia ka nevojë për mbështetjen e gjithë shqiptarëve. Sepse më në fund guxuan të vënë para përgjegjësisë numrin 2 të qeverisë dhe shumë shpejt dhe Edi Rama. E çfarë do ndodhi? Do ta sulmojmë prokurorin se i cënua pushteti Edi Ramës, edhe pse Edi Rama ka vjedhur, përkundrazi. Ky është moment shumë delikat. Ndaj gjithë qytetarët do të ngrenë pyetjen, me cilin anë jemi? Me cilin anë je? Me drejtësinë apo me të korruptuarit? Kaq e thjeshtë është.
Vazhdojmë që ndërojmë këtu, tani, nëse po del dikush tjetër, shikojmë qa ka me një informacion, me një gjë. Jo, s'ka. Kush është? Është neki? Okej, akoma s'është marrë vendimin, ne do vazhdojmë që ndrojmë këtu. Do lidhemi prap live. Nuk dorëzohemi, do qëndrojmë këtu derisa të na jepet e drejta jonë. Bashkë me Dal Kaprin, presim që të hymë.